Bima dhe shëndeti, çdo të hënë në ekranin e Report Televizion me doktor Ylli Merian, sot flasim për varicet, për dhimbjet, shkaktarët, simptoma dhe si ti trajtojmë ato me metoda natyrale. Doktor, përshëndetje, mirë se erdhët në rrezën tonë. Mirë se ju gjejmë. Është kënaqësi që të zbulojmë edhe bimë të veçanta, si për shembull kjo bima që këtu kemi në tryez, e mbledhur ku? Dje në malësitë e Burrelit. Në malësitë e Burrelit, si quhet kjo bimë? Ne gjetëm 3-4 bimë, të cilat i kërkonin prej vitesh, dhe ku i gjetëm në hijen e pishave dhe të ahut. E kërkuat ju tregoi dikush apo? Jo, ne u thoshtim njerëzve, po nuk e njifte asnjëri. Vetëm aty te shkencat e natyrës, duke u konsultuar dhe me një profesor aty që e kam pat shkollën student në të, me Lulizim Shukën, dhe po e kërkoja kështu, e hasa, në një kështu, në një si gëmush aty, kishte filluar të çelte atë lulen, tamam si ajo këmba e thellëzës kështu. Mora e shikova gjethen, tamam si gjete fasule, po si zemër ashtu. Dhe sigurisht mu bë pak qefi që gjeta atë që kërkoja, po. Gjetëm këtë bimën e barit të pezmit, po shumë i veçantë. Po. Që e kemi sjell jo për ta treguar që shikoj gjetëm aty në një teren shkëmbor që kishte ujë, pra që gjitha zona për bukuri e pasur me ujëra, edhe ishin freatike, do të thënë si përfaqësore. Dhe aty ne gjetëm këtë. E kemi sjell për faktin se në lidhje me temën tonë, ka plot që ju shpërthejnë varicet në sipërfaqe, dhe kjo futet në atë bimë në atyre akilea, të cilat janë njohur historikisht në vendin tonë si bimë kundra pezmatimit të qarkullimit të gjakut. Që do të thotë, na ndihmon nëse varicet na krijojnë ato ulçërat në sipërfaqen e lëkurës, dhe kjo na ndihmon me të vërtet fal edhe vitaminës K që ndodhet në brendësi, por edhe atyre tanineve rrudhëse që kjo ka, që të na ngushtoj ato venat, dhe nëse këto ngushtohen, atëre përmirësohet shumë mirë qarkullimi i gjakut. Tani është besoj sezoni i të gjitha bimëve Patjetër, ja që ishte çelin kështu, ne që kur edhe aromën e ka shumë të veçantë, po edhe makinën e mbushi me një aromë. Lulëzja ngjan afër si kamomil, po në ngjyrë tjetër. Po edhe ajo aromë qetësuese është. Sikur ka kamomil, po, sikur ka pak lule bliri, si një aromë mjalti. Një pra, përzierje e tyre. Këtu ka në brendësi të kësaj kamazulenin. Pra është një ndër bimët më të veçanta të barit të pezmit, të 1000 fletëshit. E përdorur, tani do ta shpjegojmë që përderisa kemi sjellë për temën e variceve, sigurisht që ndihmon në qarkullimin e gjakut. Patjetër, na qetëson ato të krojturat, sepse është e para është shfaqja e variceve. Pastaj vijnë komplikacionet që krijohen. Dhe midis tyre janë të krojturat, irritimi i lëkurës, kruarja e saj, fillon ai pruriti, pastaj kruaj, çahet lëkura dhe krijohen ato ulçerat. Pikërisht kjo është edhe kundra të krojturave, por njëkohësisht mbyll plagë dhe puçra. Pra populli e ka parë kështu në një familje të madhe, kanë qenë shumë bimë, mund të jenë një 30 më duket nga këto, dhe ato janë të mira për të qetësuar të krojturën dhe për të mbyllur plagë, puçra, prerje të ndryshme, e bënin kështu si maskë këtë dhe ja vendosnin kështu mbi të. Sepse lëkura ka 3500 lexova sumje të ndryshme, kështu që ka variante nga më të larmishmet për të trajtuar ato. Ndërkohë, varicet janë shqetësim vetëm migrave, doktor? Nëse do ta marrim kështu, domethënë të kuptojmë një herë çfarë është variqja. Po, si krijohet? Variqja është zgjerimi i venave. Po. Shkaktarët po i shpjegoj më pas, po është zgjerimi i tyre. Është përdredhja e tyre nëpër këmbë, pra ajo fillon të devijojë nga pozicioni i saj fillestar, pëson pastaj një enjtje, dhe mandej pastaj ajo mundet që të na krijojë komplikacionet. Ky zgjerimi ka shkaktar të shumtë që na çojnë në zgjerim. Për shembull,
ju na përmendet gjinin femërore. Këto janë situash më të prirura për këtë gjë. Për të pësuar sepse që të dobësohen muret e brendshme të arterjeve ose të venave, estrogeni dhe progesteron luan një rol të rëndësishëm. Pra, shiko, janë hormonet femërore, ato që na ndikojnë tek varicet, gjë që zëndos tek qinia tjetër, po. Kjo është, mund të themi, e para. E dyta është femra, si më tha mua një shkodrani, se i thashun shqyqyr, që nuk jeni shtatzanë, se që bëra e shkreta një dosje të tërë me analiza. S'keni dalë shtatzanë, dhe që tha shoqe sa, kjo është 65 vjeqe. Pse e thua të ti, tha, derisa jam femën, tha, unë bëj bebë. Pra, femrat, derisa lindin, ajo bara gjatë shtatzanis, fillon që të na shtypi enët e poshtme të qarkullimit të gjakut. Nga pesha. Nga pesha dhe procesit që dalim, po. Pra, këtu na ndryshojnë edhe hormonet, edhe mbi pesha. Atëherë, kjo shtypje që realizohet në pjesën e poshtme, e kryesisht të ekstremiteteve më të poshtme, të pulpës, së këmbës dhe të shputës, bëhet shkas që këtu gjaku në venat të qarkulloj pak më me vështirësi. Dhe çfarë bëjnë ato? Fillojnë të zgjerohen pak e nga pak. Venat brenda kanë disa flatra, ose si porta që quhen ato, që çfarë bëjnë? Kur ngjitet gjaku lart, këto hapen. Kur gjaku tenton të kthehet poshtë, këto mbyllen. Dhe realizojnë atë, po, pra nuk ma tërheq më forca qëndra e gravitetit gjakun poshtë, por ikën lartë, sepse është ai gjaku arterial që shkon poshtë dhe kur ai lë oksigjenin, merr gazin karbonik, duhet të shkojë në zemër dhe të shkojë mandej pastaj në veshka. Dhe kjo vjen gradualisht, nuk është shfaqje me një herë. Në mënyrë të pandërprerë, është 24 orë pa pushim. Atëherë, këto zgjerimet, për shembull që e fryn pak venën, bëhen shkas që shiko të largohen dhe portat fillim sikur fërkojnë me njëra tjetrën, pastaj hapet më shumë dhe ato valviten kështu si ato dyert që hapen e mbyllen pa u prekur me njëra tjetrën. Mirë, po kjo pengon tashin qarkullimin e gjakut, jo më gravitacional, po ngjitjen lart. Atëherë, kur këto mbylleshin, nuk ka vena. Kur këto hapen, krijojnë venat. Edhe gjaku vjen si vorbull aty, dhe me zor ajo pjesa e poshtë me shtyn atë sipër bëhet një qarkullim me shumë vështirësi. Pra, kjo është vena, kjo është varicja. Kështu krijohet. Kështu krijohet. Dhe pikërisht gratë shtatzana janë të predispozuara të parat për ta krijuar, stimuluar pak, për ta nxitur pak këtë gjë. Por nuk mjaftojnë vetëm kaq. Ka plot njerëz që rrinë gjatë në këmbë. Rrinë gjatë në këmbë për shembull. Kjo qëndrimi gjatë në këmbë na bën që edhe gjaku, edhe limfa. Qëndrimi gjatë në këmbë pa lëvizur, se ndoshta kur lëviz nxitet qarkullimi i gjakut dhe truri ka atë, si thua, komandën e tij që atje ku punohet më shumë do të çojë gjak më shumë. Pra, po vrapuan këmbët, gjaku nuk diskutohet që qarkullon shpejt, edhe nëse ka tendencë që të na grumbullohet diçka aty poshtë, ajo e fshin atë dhe e fut në qarkullimin e gjakut. Pra, më realizon pastrimin e venave, ai vrapi për shembull. Ose ajo ecja si me hapjen e shpejtë. Sepse e bën atë qarkullimin, e rrit qarkullimin dhe e pastron. Pra, shiko, edhe ky qëndrimi nuk është i mirë në këmbë, po edhe qëndrimi ulur nuk është i mirë, sepse gjaku, po nuk lëvizën këmbët, qarkullon shumë ngadalë. Edhe gjaku, edhe limfa, edhe kriprat, edhe acidet na mbeten poshtë. Dhe fillojmë në darkë, për shembull sikur do kemi një lodhje të pulpave të këmbëve. Një lloj presioni. Pra, ky presion që ka shkuar aty, pastaj kur ne fillojmë të lëvizim, ai donjëherë të çajë, si thua, ato shtresat e krijuara poshtë me acidin malik e laktik që ndodhen aty poshtë, të na përmirësojë njëherë qarkullimin e limfës e pastaj të gjakut e kështu me radhë. Se disa persona mund mos kenë varicë pikërisht për shkak këtyre faktorëve, po mund të kenë atë presionin, atë dhimbje nëntjen apo një lloj djegje, kam dëgjuar tek pulpët, përpara se këto të krijohen. Sigurisht, pra, këto janë shenjat, si thua, këmbanat të para se të shpërthejë që shiko prite se po të vjen kjo gjë. Do me thënë, venat, tashmë, në daça ajo safena magna, në daça ajo prava, do me thënë, në daça e degëzimit qëndëror, të venës qëndërore, në daça edhe këto anësore,
po fillojnë që të mbushen me gjak, po u mbushen ato do fryen, po u fryen, atëre flatrat nuk mbyllin më portat, edhe gjaku prish si thua atë qarkullimin e tij ciklik. Pra, edhe qëndrimi kështu në karrige nuk na bën mirë. Qartë. Tani, për personat që qëndrojnë se janë të detyruar nga profesioni tyre të qëndrojnë shumë gjatë në këmbë, aq më tepër dhe në taka, ata që qëndrojnë ulur, ka një le themi këshill apo një mënyrë se si ato t'i çlodhin pasi të kenë qëndruar për orë të tëra në këto pozicione? Po si s'ka këshill? Për shembull, i pari zhvrapi, qoftë edhe në kushte shtëpie. Po, një lëvizje e shpejtë që të qarkulloj me një herë. Mund të eci me hap të shpejt, 1-2 minuta vrap, me ecje të shpejt, pra koridor, guzhin, balkon, bëje këtë, nuk të sheve njeri, edhe kaq. Pra, kjo është ndër të parat, nxit qarkullimin e gjakut, edhe sikur të kemi tendencën e ndonjë ose kjo ecje që vrap në vend, për shembull? Po, edhe ajo do t'jetë e mirë, ose në atë bicikletën, për shembull, ose edhe në palestër. Pra, kjo është mënyra e mirë, këshilla më e mirë. Po. E dyta, shiko këto arrat e këto arroret, kanë këtë L-argininën, e cila, edhe sikur, pra, ne ham një frutare, për shembull, po edhe sikur në përmuret e arterjeve dhe venave të na mblidhen për shembull kështu pllagza diamore, kjo tamam si një dalë të filloni shkuli heq dhe ju jep arterjeve dhe venave elasticitet, sepse një shkaktar tjetër është mosha. Ato venat e humbasin elasticitetin, po edhe arterjet e humbasin. Po këto vajrat edhe omega 3, tek vajliri, tek shumerat, tek sardelja e peshkut, tek kështu, na ndihmon shumë mirë që t'ju rikthejmë atë jetën atyre, frymarrjen normale, do me thënë t'ju japim elasticitetin, dhe po ju dham elasticitetin edhe arterjeve edhe venave, atëherë ato hapen e mbyllen, dhe pastaj ato portat, flatrat brenda fillojnë që të funksionojnë. Tani, këto janë paka shumë, janë genetike se faktorët paka shumë u përmendëm si gjinia, shtatzanët, qëndrimi, aktiviteti, mungesa. Dikon edhe trashëgimia, si thua, është e predispozuar, por nëse unë do të marr një femër që mamaja e saj ka variqe, që edhe kjo femra do na i bëj bebat, edhe do na mbi ngarkohen këto muskujt edhe arterjet edhe venat të këmbëve, kjo po të tregohet e kujdesshme, nuk krijohen variqe. Me peshën, me ushqimin, me aktivitetin, apo jo? Patjetër, po. Pra, nëse do bëjmë këto gjëra, të kombinohet edhe jeta, si thuash, unë do vete do blej rrush, po më mirë marr rushin e zi, se sa të bardhi. Pse? Sepse, ky ka disa lëndë, disa substanca kimike, të përmbledhura në një grupim OPC, të cilat na ndihmojnë më së miri në pastrimin e enëve të gjakut dhe në rikthimin e elasticitetit, që do thot i bëjmë si të reja, e pse mos ta ham atë lëvoren e rrushit të zi. Pra, herë tjetër kur të zgjidhni, se tani vjen dhe sezoni i mbledhjes. Edhe njëkohësisht të përtypi mirë edhe farat e rrushit të zi. Edhe këto janë të mrekullueshme, po. Pra, një kombinim i këtyre dyjave na ndihmon shumë mirë. Tani tek simptomat, do përmendëm që është ajo rëndesa, është variqja e dukshme, si kundër janë disa në foto. Kur ne harrim si këto në foto, është fazë shumë e jemi si thuash, shpejtuar. si ai fëmia që ka vajtur në klasën e 4 të 5, por ne themi ta mbyllim këtë smundje që në fazat e para. Pikërisht, po cilat janë ato simptomat që na tregojnë fazën e para që na tregojnë janë, për shembull, unë i shikoj këmbët sikur i kam të lodhura. Ose në qoftë se tregojmë pa kujdesshëm, fillojnë këmbët të fryhen. Fryrja e këmbëve do të duket çorapja lë atë shenjën. Ajo elastika e çorapes lë atë si unaz. Ose un po ta ngjesh kështu me dorë kështu, ajo lë grop. Jo një zverdhje në po gropën. Jo, kur unë e shtyp gjakun periferik e largoj ande, duket si e bardhë ose si e verdhë. Për 3-4 sekonda u bën ngjyra normale. Ndërsa ajo edhe 30 sekonda, ajo rri grop si ai brumi i bukës, bëjmë ato si kuleç kështu, e shtypim, ashtu qëndron. Më pas merr formën shumë ngadalë. Ajo do veja avash në atë formën e saj, si thuash, gjysmë rrethore. Por vete shumë ngadalë.
Po këshu edhe këmba, pra me gjithë se ka presion gjaku, ajo gropa mbetet këshu. Pse? Se nuk qarkullon mirë gjaku aty. Si thua ai gjaku periferik e ka humbur atë mirë qarkullimin e tij. Pra, këto janë dy të parat. Dhimbja dhe nga një herë ngërçi muskulor. Ajo përdesja që thotë, po, e kap dhe ajo është si me dhimbje të forta. Atëherë kjo na tregon që shiko, po na mungojnë mikroelementë. Një prej tyre është ky magnezi për shembull. Ngërçi ndodh edhe tek gishtrint, edhe tek pulpa, edhe tek... Po patjetër, po më së shumti kur njeriu është rri shtrir, që çlirohen edhe nervat e kështu, dhe pastaj ndodh ai kontraktimi. Po. Ka njerëz që ndodhin edhe në not, në det. Po patjetër, po. Ngërç muskulor dhe ai mbetet aty. Po. Atëherë, këto janë shenjat e para. Ndërsa ato të dukshme, doktor, se janë disa që shfaqen ca vena si në ngjyrë vjollcë ose pak blu. E pra, ne jemi tek ato venat retikulare, që quhen ose si tip merimange. Atëherë, këto janë sëmundja, si thua, ka përparuar. Nuk është më në ato fazat fillestare. Kanë ikur këto të parat. Nuk kemi treguar kujdes për këmbët dhe arritëm këtu. Atëherë, prapë është mundësia që këto të rigjenerohen, të na rikthehen mbrapsh, t'i zbrazin këto. Si thuash, e kemi lënë atë shishen kështu, mbush, çik. Por do vi faza që duhet të zbrazet pa kaluar pastaj tek këto varigjet e forta se ta marrë kjo shishja u mbush, them. Çfarë do t'i bëjmë? Po kthemi e kokë poshtë, i them unë dhe derdhe, të lirohet prapë. Është kollaj ta marrësh gotën ta kthesh, po është aq kollaj për të trajtuar dhe për t'i kthyer këmbët në fazën e mëparshme. Po patjetër. Pra, do të vemi tek kjo. Pas atij vrapit, mund të bëjmë një shplarje të këmbëve me ujin e ftohtë. Me ujin e ftohtë. Dhe t'i mbajmë këmbët në kështu. Edhe e kthejmë shishen me kokë poshtë. Po, pra vrapi, ujë ftohtë dhe këmbët lart. Në kuptimin të qarkulloj gjakun. Në një kënd mbi 45 gradë. Dhe këmbët gjithmonë të dalin mbi zemrën, mbi nivelin e zemrës, që të rrjedhë gjaku lirshëm edhe të shkojë. Pas kësaj. Pra, nëse do të vemi për shembull me të vërtet tek këto trajtimet, le të dim çfarë duhet të shmangim, pra ku nuk duhet të arrijmë. Në qoftë se neve do kemi për shembull fryrje, dhimbje, ndezje, ato gropëzimet në muskulaturë e kështu me radhë, u dukën edhe venat kështu. Po harriti këmba që të kruhet, atëherë, si thua, po bie alarmi. Sepse do të vemi tek ulçerat, që do thot lëkura do qahet, këmba do na nxihet, shputa e këmbës bëhet plot me venula të mbushura dhe ka marrë ngjyrën e zezë, dhe presim pastaj të krijohen ulçerat dhe qoftë larg edhe ndonjë trompoz në për këto venat. Në fakt, frika më e madhe e grave vajzave që kanë varigje tek këmbët e tyre është pikërisht prania e tyre e para dhe e dyta krijimi ndonjë trompoze. Të krijohet trompoz, ne edhe në klinik i porositim njerëzit. Do quajmë një zonë për shembull që ka shumë varigje. Dhe ato si kur ngrihen kështu si merimang që kanë një qendër, aty mund të krijohet trompoza dhe degëzimet anësore. Po. Shikojeni me shumë vëmendje, u them. Është e nxehtë pulpa apo është në temperaturën normale të trupit. Nëse kjo është e nxehtë, duhet marrim masa patjetër që temperaturën ta stabilizojmë atë ditë, jo më tutje. Do t'i vëm kompresa, do me thënë, po arritëm që të kemi kruarje, do vemi të ky bari pezmit, të ka i bishtamithi, edhe do të shplajmë këmbët me këtë nga jashtë. Do përdorim angjinaren, po në veçanti këtë, se na i mbyllje e të kurrët e para, e dyta, do të vemi tek trajtimi në vazhdimsi, 2 javë, 3 javë. Aq zgjat trajtimi? Po, e para njëherë, duhet të na zgjasi 2 javë. Ku do të përfshihen? Ecja, sikur unë do të marrë një të moshuar. Ecje me hap të shpejt brenda në shtëpi. 15 minuta. E dyta, do marrim ujë të ftohtë, do të hedhim 5-6 litra ujë të ftohtë në një legen, një lugë gjelle krip, edhe 1-2 lugë gjelle uthull molle. Atëhere, kur i kemi këmbët si të ndezura, mund t'i shtonim sot buke, po tash na duhet uthulla
në mënyrë që acidet malike, tartarik që ndodhen në brendësi të kësaja, të më ndikojnë në shkrirjen e këtyre plakzave, për shembull, më kupton, dhe të më lehtësojnë edemat. Atëherë, mbasi kemi shplar mirë këmbët me këtë ujin e ftohtë, atëherë ne të marrim dhe të veprojmë në këtë mënyrë. I ngrejmë këmbët kështu lart në një kënd 60 gradë dhe i lyejmë. Mund të bëjmë përsëri ekstraktin e trupit, ku kemi marrë atë gështenjën, kemi marrë ato boçet e qeparisit, që mund ta përgatisin edhe vetë njerëzit në shtëpi. Pra, marrim murrizin, marrim gështenjën, mund të marrim boçet e qeparisit, mund të marrim këto, shiko, më parë ne kur ishim fëmijë, mirrim atë thërpelen, atë ruskusin, ja që kemi dhe në figurë këtu, po, edhe hidhim ato gjethet në prush. Edhe gjasme, kur kërciste forta, edhe ti thoshe emrin, ky njeriu ishte shumë i fortë. Kërciste plaste me butësi ajo, ishte më i dobët. Përdoreshte si në formë loje. Po, si lojë. Më kupton? Atëherë, rrënja e kësaj, po edhe frutat e kësaj, janë të mira se përmirësojnë atë qarkullimin në sistemin periferik. Pra, këto që unë përmenda dhe këta i gjejnë, mund t'i lënë në raki qofte edhe një avë, duke i ndosha edhe pak pudra e kështu, edhe me këtë duke i hedhur dhe uthull molle, qofte edhe në raportet barabarta, për shembull një pjesë ekstrakt, një pjesë uthull, edhe lyejmë këmbët. Në ato vende ku kemi temperaturë të lartë, që unë e provoj, për shembull e vë një napë aty dorën dhe shoh që ka temperaturë të lartë, këtu i vëm një napë nga kjo. Këmba është e mbajtur lart, marrim pasaj vajin reumer. Pra, e lyje me ekstraktin dhe me uthullën, i kalojmë vajin reumer, bëjmë një masazh 15-20 minuta, përmirësohet shumë mirë qarkullimi i gjakut, lehtësohen këmbët dhe flëm të qetë. Por nuk mjafton vetëm me kaq. Ne na duhet në brendësi. Si të shërojmë së brendshme përmes ushqimeve. Edhe si kur ti marrim, ti bëjmë këto venat, ti bëjmë operacion. Shumë njerëz i drejtohen kirurgjisë për t'i hequr venat. Po, a është eliminuar shkaku? Jo. Do të rishfaqen përsëri. Prap do bëhen atë. Le të vej t'i bëj ai. Mund të jetë një zgjidhje e momentit, po ne themi të eliminojmë shkakun. Pra, me këtë që them unë, filloi eliminimi i shkakut. E para, u bë ky masazhi, u zbrazën venat dhe ato fillojnë të mblidhen, të kurren, edhe fillojnë ato portat të mbyllen. Pra, një përmirësim i qarkullimit të gjakut në heshtje, se ky njeriu do flërë. Por, do marrim pak çajra. Ose do marrim atë çajin venomer, që është për këto venat, për t'ju rikthyer elasticitetin, ose bimë të ndryshme. Për shembull, mundet që këtë bimën e thërpeles të ruskusit mund ta gjejnë njerëzit, sepse kjo bëhet në shumë vende të ulësirës perëndimore kështu. Është me ato gjëmbaqet kështu, marrim atë rrënjën dhe mund ta pimë si çaj. Është një gotu kola, edhe ajo është një gjethe që bëhet shumë edhe në përujishte, edhe këtë mund ta marrim ta pimë si çaj, njëra ju jep rifreski, njëra na ndikon në përmirësimin e qarkullimit të gjakut, dikush tjetër forcon muret dhe nuk i lë që ato të lëshohen, të hapen menjëherë, por le të vemi tek shumë bimë që neve i kemi, si thua, te porta e shtëpisë, e oborrit të shtëpisë, i kemi aty në lagje, mund t'i kemi në shtratin e lumit. Kush janë këto? Për shembull, nëse ne do marrim hithrat dhe t'i përdorim në vazhdimsi, do më heqi atë lodhjen e këmbëve dhe do më përmirësoj qarkullimin e gjakut. A ka hithra? Plot, me bollok. Pra kjo është ndër të parat. Le të heci më tutje lëkurat e shelgut. Është kjo salix alba e shelgu i bardh, po edhe ai ziu, ato thuprat që bëjnë shporta e kështu, ato qërohen, ajo lëkura është shumë e mirë. Ajo pastron edhe hollon gjakun. Dhe përmirëson qarkullimin e gjakut në përkyçe. Sidomos aty te gjunjët, ku mund të kalcifikohen, edhe gjaku aty qarkullon me vështirësi, fryhen venat poshtë. Ja e ndihmuam trupin edhe me këtë. Po mund të përdorim lulen e murrizit, që në vendin tonë është bimë bardh kombëtare. Po mund të përdorim gjethet e ullirit. Dhe vazhdojmë tutje, bëjmë një grupim të disa frutave. Për shembull, nuk e përmenda kot rrushin e zi.
Pra, ka bindje që në Shqipëri nuk ja njohin vlerat kësaj. Kemi sjellë dhe njëherë atë gjethen, nëse e mban mend një gjethe të kuqe, pra edhe ajo është e mrekullueshme. Gjetja e kuqe e rushit. E rushit të zi. Si vishnjë dhe me ngjyra. Që kur i vum dhe atë dritën, kështu duke e bukur. Si me ato venat që qarkullon. Atëre, edhe kjo është e mrekullueshme. Ju rikthen elasticitetin arterjeve. Edhe farat e rushit, edhe vaj farave të rushit të zi, është përsëri mrekullueshëm. Vemi tek boronica është me të vërtet një dorë ngrohtë që na jep natyra për të shëruar këto variqe dhe venat e kështu. Pra që mund ta përdorim, po thuaj se që të gjithë, e në veçanti femrat. Vazhdojë më tutje, kemi këtë panxharin e kuq, që edhe kjo na jep dobi të mirë. Kemi këtë repën e kuqe, lakrën e kuqe, brokullën, ku futëm tek perimet, dhe vemi tashmë tek frutat e pyllit të egër. Molla e egër, për shembull kulumbria, edhe këto janë një grupim, dëllinja janë një grupim tjetër që na ndihmojnë në mbajtjen mrekullisht mirë të qarkullimit. Sistemit të qarkullimit të gjakut. Po. Mirë, besoj se dham një informacion të zgjeruar për mënyrën se si duhet i trajtojmë varixhet, sepse në momentin që ato i neglizhojmë dhe i lëmë pa trajtuar, do të arrijmë në ato çarjet apo trombozat që janë të rrezikshme. Patjetër, do vemi sëmundja përshkallëzohet. Patjetër, duhet trajtuar së brendshme, rreth pa duhet gjetur shkaku dhe pastaj edhe për shkaqe estetike së jashtme, sigurisht për të nxitur, siç e tham, emëruesi përbashkët, qarkullimin normal të gjakut. Kalojmë në publicitet, rikthehemi me telefonatat tuaja. Por cilat janë analizat që duhet të kryejmë për të filluar më pas trajtimin e varixheve, doktor? Ndërkohë, numrin do të kemi në ekran për t'ju pritur me telefonatat tuaja. Po, është mirë që të bëjmë atë lipidogramën, për të parë një herë kështu. Nëse na rri këmbët të fryra, mund të bëjmë edhe këto provat sa për analizat e veshkës, pra të shikojmë çik si funksionon ajo, të shikojmë acidin urik, bëhet kjo eko-doppler, pa diskutim për të parë edhe këtë venën safena, por edhe këtë, pra, shikohet kryesorja dhe këto degëzimet anësore. Shikohet si është fluksi i qarkullimit të gjakut dhe mandej mund të bëhet një analizë ose një provë krahasuese, pra ku duhet të jetë treguesi i lipidogramës, për shembull kolesteroli i mirë, i keq, trigliceridet, si është acidi urik për shembull, po, si janë këto muret e brendshme të këtyre arterieve dhe të venave, dhe mandej pastaj jepet edhe zgjidhja. Por, ajo që unë e përmenda më parë, është me të vërtet një trajtim klasik për të gjitha. Mandej, në varësi nga analizat, mund të shtohet ndonjë produkt tjetër natyral, dhe ajo do të na realizoj, si thuaç, do të na uli atë pragun e dhimbjes, pragun e ndjeshmërisë, do përmirësohet qarkullimi i gjakut, do ulet kolesteroli nëse gjaku është i trash, nëse kemi nivel glicemie të lartë, do të ulet ajo pa diskutim, nëse kemi obezitet, bëhet një raport për shembull gjatësi dhe peshë trupore. Sepse obeziteti është një nga faktorët që edhe përkeqëson. Pra, nëse marrim masa në mënyrë të përgjithshme, edhe venat varikoze, pa diskutim që eliminohet. Mirë, në këto minuta që na kanë mbetur, presim telefonata. Përshëndetje, mirë se erdhët në studio. Ju dëgjojmë. Përshëndetje. Ju dëgjojmë zonjë, nga telefononi. Jam fan e juaj, edhe doktorit dhe juve. Faleminderit shumë. I bërë shumë i bukur reme. Shumë faleminderit. Cila është pyetja juaj? Unë kam një pyetje në lidhje me këtë temën. Tani, unë jam 59 vjeçe, edhe nuk kam variçe, po kam vena nga të holla kështu me ngjyrë. Gjithashtu, ndonjëherë më dalin te kopshtet, më dalin dhe njolla të zeza. Megjithëse jam përdor fara dhe bishamisi që më ka dhënë doktori, po e kam shumë problematike tani në verë që dalin pulla të zeza, pa u vrarë. Atyre me reze ose mund t'i eqi doktori me ndonjë gjë, sepse janë shumë problematike. Ndonjëherë edhe më kryhet. Po këto trombocitet, sa ju dalin? Si? Trombocitet është tek analiza e gjakut komplet, është një tregues aty PLT,
E mban mend sa është si numër? Që mund të ndikoj të këto numrat? Unë kam bërë check-upin dhe nuk e di tani. Nuk e di, do bëj dhe të juve, do bëj dhe të ju një heko do kam në orar, edhe kjo them, se nuk e mbaj mend. Po, zakonisht më dhe shumë i gjaku, nuk ka probleme, nuk e di. Ama se ka me genetikë se i matë ka pëstuar tromoflozit, nuk e di. To mu shpaqen pas të barës. Në qoftë se neve mbajmë këmbën në 60 gradë, dhe bëjmë një masazh të lehtë, 2 minuta, nga shputa e këmbës në drejtim të kofshës, dhe këto zbardhen, zonja s'ka pse të bëhet merak. Po, mund të na krijohen nga ngritja në qëndrimi gjatë në këmbë, ndoshta pak obezitet. Okej. Ndërkohë, për trombocitet i the për njollat e zeza që dalin pa u vrarë. Mund të na ndikoj. Po nga që kjo do vi te klinika, unë do e sqaroj pa diskutim. Kjo mjafton të na kujtoj raportin. Përshëndetje, mirë se erdhët, ju dëgjojmë, telefonata e radhës. Përshëndetje. Përshëndetje. Më dëgjoni? Dëgjojemi shumë mirë. Pyetja juaj, zonjë. Një pyetje kam për doktor Ylin. Me kënaqësi. Më dëgjoni? Po. Ju lutem, më dëgjoni? Të dëgjojmë shumë mirë, zonjë, mund ta bëni pyetjen tuaj. Ju përshëndes për emisionin, është një emision që marrë për herë të parë, dhe dua të pyes doktor Ylin. Po. Mua gjithmonë më dhëmbin këmbët dhe i kam shumë të entura të siri këmbëve, të dy këmbët. Po. Kam bërë për qarkullimin e gjakut. Po. Dhe mua më del qarkullimi i gjakut shumë mirë. Por mua gjithmonë si të këmbës, më rinë të entura, dhe vetëm dua t'i shplodh që të qetësojmë, se për ndryshe më dhëmbi shumë. Atëhere, unë e kuptova nga zonja, nga gjuha, duhet të përdori hithra dhe radhiqe, e para. Po? E dyta, ato që ka ne diskutuam të ky emisioni, një pjesë e mire tyre vlejnë edhe për juve. Shikon, nuk qarkullon vetëm gjaku poshtë në këmbë, por qarkullon edhe limfa. Edhe sistemi limfatik duhet, si thua, të pësoj një farë relaksimi, ku neve i mbajmë këmbët kështu lartë, dhe atë pjesën e shputës këmbës që kjo e ka si tentur, fillimisht ta ndihmojmë me këtë masazhin me dorë, në këtë mënyrë. Pra, kjo po e quajmë shputa e këmbës. Në fillim bëjmë një masazh relaksues, kështu, dhe pastaj bëj dorën kështu, i mbledh si gjysmë grushti dhe filloj të shtypi mirë gjithë pjesën e shputës këmbës. Po ky masazh do bëhet dhe nga sipër dhe pastaj kur vim këtu te talusi, te kërciri, që i thot populli, një tavën dorë në mes të duarve kështu, e mbledh e ngjesh dhe sikur tërheq diçka. Të ndihmojmë jo vetëm gjakun, por edhe limfën. Dhe mbas kësaj, zonja do t'i ketë këmbët shumë të lehta. Bën mirë që 2 javë, 3 javë, ta ndihmojmë këmbën duke mbajtur pak lartë. Plus edhe këto hithra të radhiqet t'i përdori. Se ndikon të vapa, doktor. Po patjetër, po. Ka njerëz që nga dielli ju fryen, ju ojnë këmbët. Po patjetër, ose kur neve i lëm këmbët jashtë për shembull, sidomos kur është ai piku, ato ultra rrezatimi UVB, ultra violet beta, është i dëmshëm dhe ky na humbet elasticitetin tek arteriet dhe venat. Qartë. Mirë, kanë mbaruar minuta, do të jemi sërish të onën e ardhshme me doktorin për tema të tjera. Kështu që ju falenderojmë për vëmendjen, do të jetë biseda edhe në kanalin tonë në YouTube për të marrë trajtimin natyral të radhës të variçeve, për të shënuar gjithçka që ju tha këtu për bimët edhe mënyrën se si do të procedoni për të qetësuar dhimbjet apo shqetësimet që ju japin variçet. Faleminderit doktor, javë të mbarë, jemi të onën e ardhshme. Në bima dhe shëndeti. Nesër së bashku, ju falenderoj për vëmendjen. Mirupafshim.